Përshëndetje të gjithëve. Receta e ditës së sotme është e thjeshtë dhe e shëndetshme. Në familjen e bashkëshortit tim e quajmë pispili, ndërsa te prindrit e mi e quajnë lakror me lakrat e egra. Filloj me përgatitjen. Këtu kam bërë gati përbërësit, kam 4-5 qep të njoma dhe diku tek 1 kg e gjysmë lakrat e egra. Te lakrat e egra kam lulkuqe, kam qumështore, lëpjeta dhe çikore. Grim 4-5 qep të njoma, i vendosëm në një tenxhere ose tigan të thellë duke i shtuar vaj ulliri. Do i kaurdisim për 5 minuta derisa qepët të vyshken pak. Shtoj më pas lakrat e egra. Është tradit në familjen time që në 14 mars, në ditën e verës, unë të përgatis pispili. I shtuam dhe pak krip, i vendosim kapakun, ulim temperaturën dhe e lëm për 10 minuta. Për 10 minuta lakrat kanë rënë nga vëllimi. Shija e lakrave është pak e athët, ndaj unë doja kompensoj duke i shtuar qumësht. I shtuam një gotë me qumësht. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a ziejmë për 10 minuta, sigurisht që temperatura është sërish e ullët. Në një tas thyejmë një vezë, shtojmë krip, më pak se një lugë çaji me krip, piper të zi, shtojmë vaj ulliri, pispilia do bollshëm vaj ulliri, pasi është vaji ai që e bën më të shijshme. Shtoj një lugë të gjellës me miell, nëse doni mund t'i shtoni edhe fryrës ose sot buke, por unë sot nuk do t'i shtoj. I shtuam një gotë me qumësht, e përziej mirë dhe e kemi gati për ta shtuar tek lakrat e egra në tenxhere. Lakrat janë zbutur, kanë zier. Shtojmë edhe salsën e përgatitur me vezë, miell dhe qumësht. Shplaj mirë tasin. I bëjmë një përzierje të mirë, do ta lëm edhe 5 minuta në zjarr. I shkon energjiku pispilis, ndaj unë i shtova pak në energjik. Nëse do ishte i freskët akoma më i mirë, por unë sot ja shtova të thatë. Këtu kam 500 gram me gjizë, gjiza është pak krip. Ndaj dhe unë i shtova krip më parë në tenxhere lakrave. E fikim zjarrin dhe lakrat janë gati. Në tas kam shtuar 400 gram me miell misri, i shtojmë 2 lugë të gjellës me miell të zakonshëm, pak krip, vaj ulliri dhe në fund fare ujë. Diku te 500 ml ujë. Paktën me sy ja shtova, derisa të bëhet kjo konsistencë brumi, është i ujshëm, jo brumi fort. E vendosim në një tepsi të lyer me vaj ulliri. E hapim të gjithë brumin në sipërfaqen e tavës duke i krijuar edhe sponde anësh. Me qëllim që të qëndrojnë lakrat e egra dhe në momentin që ta presim të hiqet cop. Shtojmë sipër harxhin e përgatitur. Do ta pudrosim me miell misri në sipërfaqe, bollshëm vaj ulliri, nuk ja kursej pispilis vajin e ullirit, dhe direkt në furrë për 30-40 minuta në 200 gradë. Varet gjithmonë pjekja dhe nga furra juaj, por duhet të ketë marrë këtë ngjyrë të artë të kuqe. Ku ndërmon aromë shumë e mirë, në familjen time të gjithë e pëlqejnë, sigurisht duke shoqëruar edhe me një gotë kos. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.